Paniku i zjarreve në katet e larta të pallateve në Tiranë u rikthye këtë të diel, pasi një apartament u përfshi nga flakët në kompleksin Kika 1 në zonën e komunës së Parisit. Këto pamje që tregojnë situatën në minutat e para u transmetuan drejt për drejt në rrjetet sociale nga deputeti demokrat Luan Baçi, që banon përballë. I kontaktuar nga Ora News i tha se përdori mediat sociale për të ndërgjegjësuar dhe nxitur një ndërhyrje sa më të shpejtë të forcave zjarrfiksa. E fal ndërhyrjes në kohë, rreziku i përhapjes së zjarrit në katet e tjera të pallatit 9 katësh u shmang. Por ky banor i një kati mbi atë që u përfshi nga flakët përfundoi në spital me probleme në frymëmarrje për shkak të nivelit të lartë të tymit që u shkaktua. Pjesa më e madhe e banorëve u detyruan të braktisin shtëpitë sipas paraprake për çdo rrezik të përshkallëzimit të situatës. Ngjarja më e fundit në kompleksin Arlis, po në kryeqytet, ku flakët morën për masa të frikshme dhe pasojat ishin të mëdha, ka krijuar situatë frike, por edhe ndërgjegjësimi. Fakti që në këtë kompleks banimi zjarret ndër vite kanë qenë të vazhdueshme, siç thotë kjo banore, ishte një argument i shtuar në situatën e krijuar. Po është hera e dytë çuna që po na bie zjarri, nuk e di se çfarë t'u them, se vjet na ndodhi me atë gjeneratorin, janë të pandërgjeshëm, pa kujdesshëm. Pasi situata u vënë nën kontroll, policia tha përmes një njoftimi paraprak se zjarri ishte aksidental, me burime që shtuan se gjithçka nisi nga një qeri ndezur brenda apartamentit të marrë me qira nga 2 gra.